Do të pyes dhe për akuzat që janë bërë ndaj Dritan Goxhait. Çfarë mendoni për këto akuza dhe sa qëndrojnë? Të më drejtën ajo pjesë është diçka krejt tjetër, sepse Zoti Dritan Goxhaj sot është gjallë. Së pari, pas jetën e gjatë, ai mundet vetë t'jap shpjegime, t'jap deklarime, mundet vetë ta vërtetoj apo ta kundërshtoj deklaratën e Zotit Balla apo të kushdo qoftë. Shpresoj që kombit ton t'i shtohen njerëzit atë dhe dashës. Shpresoj që kombi jon të pastrohet nga të pabesët, të pastrohet nga serbofilët apo grekofilët apo kushdo qofshin. Uroj shumë që kombi jon të ketë sa më shumë atë dhe dashës. Të ketë sa më shumë të tillë njerëz që e duan flamurin, e duan gjuhën, e duan traditën shqiptare, dhe të ketë njerëz të tillë që historinë mos ta harrojnë asnjëherë, ta dinë kush ishim, ku kemi qenë, ku jemi edhe ku duhet të mbërrim. Ta dinë që ëndrat e çdo dëshmori, ato të cilët dëshmorët edhe ton dhanë jetën, dhe pengjet e tyre janë ato të cilat ne i kemi harruar me kohë, duhet t'i përkujtojmë, duhet t'i ringjallim, duhet ta dimë që e vetmja mënyrë që ne të vazhdojmë përpara dhe të lëjmë histori është jemi të bashkuar dhe jo të coptuar. Qoftë majtas apo djathtas, çfarëdo lloj qoftë, mos të shohim karrigën. Karrigja është vetëm një pikë e cila na çorienton nga ajo çka ne duhet ndjekim faktikisht. Është pikë e cila na dredhon rrugën të cilën e kanë nisur luftëtarët me emër, e ka nisur Skënderbeu deri te Adem Jashari, e të shumë dëshmorë të kombit shqiptar, dhe të tillë rrugë ne nuk duhet ta harrojmë kurrë. Ti shkojmë rrugës së dëshmorëve të kombit, t'ia uçojmë amanetin në fund, dhe atëherë eshtrat e tyre pushojnë të qetë, atëherë ata janë të qetë atje ku janë, dhe do jenë me të vërtetë të gëzuar, të lumtur, edhe do jemi dhe vetë ne më së shumti, sepse të realizosh ëndrrën e atyre që sakrifikuan gjithçka për ne sot është madhështore. Është gjëja më e dur. Le të mos t'i shohim krahët, jo po majtas, jo po djathtas, le të mos i shohim ngjyrat, mos shohim ngjyra të tjera përpos ngjyrës kuq dhe zi, atë çka përfaqëson flamuri jon. Ato e kemi obligim. Të tjerat janë galimtare, të tjerat janë të ndruame. Nuk janë përjeshme. Kombi, flamuri, këto janë përjeshme. A ka pasur që ju kanë kontaktuar pra qoftë bashkëlufttar të babait tuaj, po qoftë edhe qytetar të thjesht pas deklaratës Zotit Balla? Reagimet kanë qenë shumëta. Dhe falë Zotit, si shtarë dhe më parë, janë dëshmitarë akoma gjallë, dëshmitarë të luftës, pjesëmarrë të luftës, bashkëluftëtarë dhe ushtarë të babait tim, ke eprorë të luftës, eprorë të UÇK-s, të cilët akoma janë gjallë dhe e dinë historinë tel, siç i themi ne. Reagimet e tyre kanë qenë shumëta. Por diçka tjetër mua më bën përshtypje reagimi i Zotit Hysnin Gucati, të cilin Zoti Balla e njeh shumë mirë, që dokumentet të tilla, qofshin apo mos qofshin të vërteta apo të falsifikuara, nuk ka rëndësi. Nuk ka bërë një reagim kryetari i shoqatës veteranëve të luftës. Përkundrazi, ai është munduar sadopak me ato dredhitë e tij ta mbrojë Zotin Balla. Edhe Zoti Balla sot në një intervistë tha që duhet pyetur organizata e veteranëve të luftës dhe dëshmorëve të luftës Kosovë
e më thëtë tash Madje ai shkoi për deri aty kontekstim. sa tha që do ketë dhe një reagim. Pra, i bie që ai e di që do ketë një reagim. Reagimet do ketë deri në pikën e fundit. Dhe ne si familje nuk do ta falim asnjë gjysmë fjale, asnjë gërm kundër babait tim, kundër prindit ton, kundër vllaut, kundër birit, asnjë moment. Ka organe kompetente të cilave mund t'i drejtohemi dhe ta ndjekim deri në fund. Nuk mundet sepse një shpifje e tillë nuk është ulje nuk do jetë kurrë se si, por nuk është ulje vetëm për babain tim, por për të gjithë ata që kanë dhënë jetën, për gjithë ata që kanë derdhur djersën, kanë derdhur gjakun për Kosovë. Si është të jesh djali i një dëshmori të dheut, pra sa i vlerësuar je nga, s'po flas moralisht, po flas kuptimin nga shteti, pra sa të vlerësojnë. Nga shteti, nga cili do shtet, si i Kosovës, si i Shqipërisë, vlerësimet kanë qenë minimale, të them drejtën. Kanë qenë jashtëzakonisht minimale për atë pjesën që po më pyesni, se moralisht dihet, moralisht shumica e njerëzve, të paktën shumica e popullatës së thjesht janë mirënjohës deri në fund. Ndërsa personalitete ke shumë prej tyre që janë mirënjohës goxha tepër. Ndërsa si shtet, si Republikë e Kosovës apo e Shqipërisë, vlerësimi është minimal. Në Shqipëri është mos them zero. Shqipëria asnjëherë s'e ka marrë mundimin të ketë një vlerësim qoftë për t'i madh, qoftë për cilin do dëshmor të luftës Kosovës. Kjo çështje është anashkaluar me të madhe. Kjo çështje është lënë pas dore me kohë. E vetmja gjë që kemi nga shteti i Shqipërisë është shpallja dëshmore e babait tim, asgjë më tepër. Ndërsa për pjesën e Kosovës, 17 vite pas rënies së tij në altarin e lirisë, 17 vite më vonë është dhënë pensioni. Një pension si familje dëshmori, gjë e cila mua më duhej kur isha 5 vjeç, jo kur isha 20 e kusur. Më duhej atëherë kur gjaku im po mrriste, kur gjaku im po kujdesej për mua, dhe jo atëherë kur unë u bëra i zoti vetes, jo atëherë kur unë u rrita me mundë sakrificë, nuk më duhej atëherë kur unë mundesha me kratë e mi të jetoja. Më duhej atëherë kur e kisha nevojën më së shumti. Gjë të cilën asnjëra republikë nuk e ka bërë, as e Kosovës, as e Shqipërisë. Dhe mos të hyj pastaj Maqedonisë. Rezart, si ka qenë jeta pas humbjes babait tuaj? Them drejtën, kemi bërë një jetë, flas në pikpamjen si mënyrën se si ka shkuar jeta, ka qenë një jetë normale, me sakrificat tona, me mundin ton, me çdo gjë tonë. Çdo ditë jam rritur me mungesën e tij, jam rritur me ato kujtimet e vogla sadopak, jam rritur me krenari tepër të madhe, sepse për aq kohë sa unë e di dhe e vlerësoj Timat, e di që edhe shumë të tjerë e vlerësojnë tepër për atë çka ka bërë, dhe përpos gjithave krenaria ka qenë shumë e madhe. Përpos gjithave jam ndier i privilegjuar të jem biri i tij, dhe do jem krenar gjithmonë. Pavarësisht mundimeve që lloj lloj llumi i shqiptarisë
mundohet sadopak për buzë, të përul apo të përlyej, unë e di që rruga e drejtë asnjëherë nuk mund të devijoj. Gjithmonë do jetë rrugë e drejtë, gjithmonë do jetë krenaria që mban gjallë dhe kurse si nuk do cënohet nga askush. Për këtë jam i bindur, sepse e di se kush ishte i mat. Çdo kush që ka qenë krah tij, çdo kush që e ka njohur, e din tepër mirë se kush ka qenë ai. E din tepër mirë që Tahir Sinani ka qenë i vetëdijshëm për çdo lloj vendimi që ka marrë, për çdo hap që ka hedhur, dhe qëllimi i tij ka qenë një dhe i vetëm. Nuk ka qenë përfitimi. Nuk kanë qenë karriget që e folëm më parë. Qëllimi i tij ka qenë një dhe i vetëm bashkimi i throjve shqiptare. Dhe nëse do i kishte dhënë Zoti jetë, të mbaronte në Maqedoni, ai do vazhdonte edhe në trevat tona, të cilat po quhen sot pjesë e Greqisë. Nga çamëria mandej. Ky ishte i mat. Kjo ishte mendja e tij, kjo ishte zemra e shpirtit të tij, bashkë me shumë bashkëluftar të tij që nga lufta e parë në Kosovë deri në momentin që ka dhënë jetë.